Si ta kuptosh brenda 5 minutash që kontrata është kundra teje? Nëse shef këto shenja, ndalo dhe mos firmos. Fraza që lën hapësirë për afate të paqarta, për shembull, brenda një afati të arsyeshëm, apo kur të jetë e mundur, apo sipas rrethanave. Forca madhore e pa kufizuar. Pra një frazë që lë hapësira për abuzime në afate dhe gjithëpërfshirëse është tipike kjo. Përfshirë çdo vonesë dhe ato administrative. 3. Heqja dorë nga pretendime. Fraza tipike, palët heqin dorë nga çdo kërkesë e ardhshme. Pra, ke firmosur për të mbyllur gojën. 4. Penalitetet vetëm për njërin anë. Ti paguan, kurse pala tjetër jo. Pra, kontrata është e njëanshme. Pra, kuptimi i kësaj video është: mos u mashtroni nga fjalitë standarde. Ato janë standarde pasi funksionojnë kundër asaj pale që firmos pa një këshillim të mirëfill. Sa prej këtyre ke gjetur apo ke parë në kontratën që ke firmosur? Ruaje këtë video apo dërgoja dikujt që do të firmosë sot.